Territori i Kosovës për datën 22 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu pothuajse në të gjithë territorin. Paraditja do të sjellë reshje të lehta dhe vranësira të dendura, ndërsa pasditja reshjet mund të intensifikohen në disa zona perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4 për shkak të vranësirave dhe reshjeve. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:00 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 13 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 19 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 20 gradë Celsius, Pej 14 deri në 19 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri në 19 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 21 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 20 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 13 deri në 18 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 21 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 19 gradë Celsius,